Emri I tij në dokumentet për Epstein, ish sekretari amerikan I thesarit dorëhiqet nga Harvardi. Ish sekretari I thesarit të Shtetit të Bashkuar Larry Summers njoftoi dorëheqjen nga pozicioni I tij si profesor në Universitetin e Harvardit në fund të vitit akademik pas publikimit të dokumenteve që lidhen me financierin e dënuar për krime seksuale Jeffrey Epstein, raportoi New York Times. Sipas të dhënësit të Harvardit, Jason Newton, dorëheqja vjen si pjesë e shqyrtimit të dokumenteve të publikuara nga qeveria amerikane mbi rastin Epstein. Summers, I cili shërbeu si sekretar I thesarit nën presidentin Bill Clinton dhe më pas si president I Harvardit, kishte paralajmëruar më parë në nëntor se do të riqej nga jeta publike, por planifikonte të mbante pozicion akademik. Ai dha gjithashtu dorëheqje nga bordi I OpenAI dhe mori pushim nga detyrat e tij si dekan I shkollës biznesit dhe qeverisjes. Dokumentet përfshin komunikime personale me Summers dhe Epstein, por nuk tregojnë ndonjë shkelje ligjore nga ana e tij. Summers deklaroi se ndihet thellësisht I turpëruar për veprimet e tij dhe dëshironte të riqej për të riparuar marrëdhëniet me familjen e tij.